Numri i divorceve në Shqipëri ka ardhur në rritje gjatë vitit 2024 dhe vlora nuk bën përjashtim. Shumë çifte po i drejtojnë gjykatës për zgjidhjen e martesave, duke reflektuar një tendencë shqetësuese. Ekspertët theksojnë se problemet ekonomike janë një nga arsyet kryesore të ndarjeve. Papunësia dhe vështirësitë financiare sillin konflikte të vazhdueshme në familje, duke e bërë divorcin shpesh të pashmangshëm. Mendoj se arsyet që çojnë në zgjidhjen e martesave, ato që janë të prapë se mendimi im personal është kriteret në të cilat është lidhur martesa. Pra, nëse ne martesën e lidhim me baza të forta, që elementi bazë është ai elementi dashurisë, që ti ke dashuri për një person, e respekton, e dëgjon, e kupton, e sugjeron për çdo gjë, mendoj që martesa është e qëndrueshme, ka problematikat e veta. Dhe nëse martesa nuk lidhet si pikë referimi në bazë të këtij kriteri, mendoj që martesa do ketë probleme. Tani se shkriu edhe kjo idea që ekonomia është bazë e zgjidhjes, unë nuk jam i mendimit që ekonomia është bazë e arsyes që çojnë, ka ndikim jashtëzakonisht të rëndësishëm, por nuk është ky element i bazë që çon në zgjidhjen e martesës. Se nëse një person e do dhe respekton, do të ishte gjë më e urtë të një njeriu që të abandonojë në momentin më kritik që mund të gjenden, të gjithë mund të gjenden në një moment ekonomikisht mirë, por jeta ka të kapitulat e veta. Po nëse ka qenë qëllimi i bazë i lidhjes së martesës ekonomia, logjikisht që nga momenti që mungon ekonomia, do të çojë në zgjidhjen e martesës. Një tjetër faktor i rëndësishëm është mungesa e komunikimit mes partnerëve. Kur dialogu mungon, keqkuptimet thellohen duke e bërë marrëdhënien më të brisht. Ndryshimet sociale gjithashtu kanë ndikuar në këtë trend. Gratë sot janë më të pavarura nga ana sociale dhe ajo ekonomike, duke mos e parë martesën si një detyrim të pakthyeshëm. Ndryshimi i traditave, çështjet e barazisë gjinore, thyerja e disa mentaliteteve të vjetra, thyerja e stereotipave që po ndodh vitet e fundit pozitivisht, është sërish një arsye që çon në rritjen e numrit të divorceve. Çka do të thotë? Tashmë nuk është më kultura, apo nuk është më ideja që familja duhet të qëndrojë dhe çifti duhet të qëndrojë bashkë edhe kur ka problematika të theksuara midis tyre, sepse kështu e donte tradita. Kjo gjë ka ndryshuar me kalimin e kohës. Papunësia dhe ekonomia mund të jetë gjithashtu një arsye pse i çon çiftet drejt divorcit, nuk është një shkak në vetvete, është një faktor që prish marrëdhënien dhe përshkallëzon konfliktet midis çifteve deri në pikën që ata kërkojnë zgjidhjen e martesës, dhe ka edhe arsye të tjera të cilat mund të lidhen me anën socio-psikologjike, me çështje të tjera ekonomike apo sociale, si dhe me çështje të punësimit, rritja e numrit të punësimit të grave, fuqizimi i grave bën që ato të jenë më të afta për të marrë një vendim dhe të mos kenë më nevojë për partnerin e tyre në momentin që marrëdhënia nuk shkon. Kemi vënë re në fakt në të kaluarën që ka pasur shumë martesa të hershme dhe marrëdhënie të hershme. Pra ka martesa apo fejesa, sepse ligjërisht nuk mund të ketë martesa në një moshë të re, fejesa të cilat janë lidhur që kur personat mund të kenë qenë të mitur. Mëtej rritja e këtyre individëve, eksplorimi vetes ka rezultuar që kjo marrëdhënie nuk ka funksionuar dhe nuk mund të merreshin vendime në këtë fazë të jetës së tyre, pra që në adoleshencë. Një tendencë në rritje është divorci me marrëveshje, i cili shmang procedurat e gjata gjyqësore dhe redukton konfliktet, sidomos kur ka fëmijë të përfshirë. Në lidhje me atë pjesë që ju përmend me ndërmjetësimin, unë jam ides që një lidhje martese dhe dy persona vendosin që mos të vazhdojnë më tutje martesën me konsensus, janë disa procedura që edhe mund të evitohen. Se martesa nga momenti që është një konsens e dy palëve, vin ky konsens mungon më nuk ka arsye të shkoj para, pse do ta zgjasim më. Problematika lidhi ku ka fëmijë në mes. Se po të bëjmë ndarje zgjidhje martese me fëmijë dhe pa fëmijë janë dy gjëra krejt të ndryshme. Dhe këto zgjidhjet, unë mendoj që këto zgjidhjet pa e martesave ku nuk ka fëmijë në mes do të ishin akoma më të thjeshta. Pasojat sociale të divorceve janë të shumta, veçanërisht për fëmijët të cilët shpesh përballen me vështirësi emocionale pas ndarjes së prindërve. Fëmia në vetvete mbetet fëmijë,
atjetër ka nevojat e veta emocionale dhe prindi ka përgjegjësinë që t'i plotësojnë fëmijës nevojat emocionale që ka. Të gjithë fëmijët pa diskutim, të gjitha moshat kanë karakteristikat e tyre. Nëse flasim për adoleshencën, kemi konfuzionin që sjell adoleshenca. Nëse flasim për mosha më të hershme, janë në proces të formimit të personalitetit dhe figura e prindit është shumë e rëndësishme mënyra se si ata e modelojnë prindit. Ekspertët theksojnë nevojën për mbështetje psikologjike dhe këshillim për çiftet në krizë, si dhe për ata që kalojnë procesin e divorcit. Ndërsa numri i divorceve vazhdon të rritet, kërkohet më shumë ndërgjegjësim mbi rëndësinë e komunikimit dhe stabilitetit familjar për të parandaluar ndarjet e panevojshme.